Pak pas shpikjes së televizorit në janar 1926, shtypi vijonte të mbretëronte në lëmin e informacionit. Prodhimi në Paris i makinës shtypse drita ishte një risi në fushën e shtypshkrimit, prezantuar nga Korçari Nikola Lako, i vlerësuar për këtë shpikje me një dokument certifikues. Vepra që la pas rilindës i Lako, shuar më 23 korrik 1962, përfshin mësimdhënien, gazetarinë dhe diplomacinë, ku dha kontribut në çështjen shqiptare. Ishte vetëm 17 vjeç kur botoi gazetën Albania, që u pasua me botimin në Paris të revistës Opinga, e cila pati jehon në qarqet europiane në pritje të punimeve të konferencës së paqes në Londër. Qëllimi parsor i Opingës ishte vetëdijsimi i publikut europiano-perëndimor për ekzistencën e një kombi shqiptar, përtej nocionit gjeografik. Laku ishte drejtori i parë i bibliotekës Timi Mitko në Korçë, në drejtim të zhvillimit të arsimit, ka hartuar abetare dhe tekste të ndryshme shkollore. Njihet edhe si themelues i Muzeut të Shkencave të Natyrës.